Kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij në mbledhjen e grupit parlamentar të PS-s ka shënjestruar kritikët e Partisë Socialiste që pasi kanë rënë nga karriget e pushtetit, kanë nisur të bëjnë luftë ndaj saj. Rama ju përgjigje listas Propopalit, Arta Dades, Arben Malajt, KO, që njeh si kritik të fundit ndaj kryeministrit, duke thënë se pasi e kaluruan sa mundën partinë, pasi ranë nga kali, tani e gjuajnë me këpucët e blera nga shopingjet Majmalet. Në një prurje që nxori në bregun e gjithë atij oqeani virtual, deri dhe dhëmb të atyre që e kaluruan këtë parti, sa mundën. Dhe kur ranë nga kali, filluan t'i gjuajnë me këpucët e blera në shopingjet Majkali. Befas Zvërneci u bë kërthiza e botës, ku po vendosej fati i ngrohjes globale. Bulevardi i Tiranës u bë sheshi Tiananmen, ku qindra mijëra njerëz, sipas vetë senatorit të nderuar Bernie Sanders, ju turrën oligarkisë botërore. Dhe bota shqiptare u njësua me histerinë e kanaleve sociale, duke bashkuar në një armat të vetmet shlirimtare zogjt më elegant të botës, flamingot, me fundin e kazanit digjital, bullistët e terrorit online. Rama i cilësoi si ish përfitues të pushtetit që sot sulmojnë forcën politike që dikur i mbështeti.